Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Opozita e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Aleanca Kombëtare për Integrim ka numrin më të madh të votës popullore, ndonse listohet e dyta në numrin e subjekteve politike që kanë fituar komuna në raundin e parë të zgjedhjeve vendore. Sipas të dhënave fillestare jo zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, partia në pushtet VMRO-DPMNE ka fituar numrin më të madh të votave për këshilltar në zgjedhjet lokale. VMRO-DPMNE mori mbështetje nga rreth 302.000 votues, ndërsa opozita LSDM siguroi rreth 126.000 vota. Në vendin e tretë renditet koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, udhëhequr nga BDI me mbi 114.000 vota, ndërsa koalicioni Vlen mori rreth 91.000 vota. Duke filluar nga viti i ardhshëm, Shqipëria do të ketë gati një mjet identifikimi digital. Kryeministri Edi Rama i pranishëm në aktivitetin për prezantimin e këtij identiteti tha se Shqipëria është gati një vit përpara Bashkimit Evropian në këtë drejtim. Çfarë po demonstrohet sot do të jetë në dispozicion të publikut, në dispozicion të raportit mes qytetarit dhe shtetit dhe në dispozicion të ekonomisë sonë në fillim të vitit të ardhshëm. Në ndërkohë që Bashkimi Evropian po ashtu po përgatitet për identitetin digjital dhe objektivi i shpallur i Bashkimit Evropian është që në vitin 2027 qytetarët e BE-s të mund të pajisen me identitetin e tyre digjital. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani bën thirrje që kujdesi për shëndetin e qytetarëve të kthehet në prioritet kombëtar. Në manifestimin tradicional Zbulimi i hershëm mbi jetesë, Vjosa Osmani apeloi që ta kthejmë dashurinë dhe solidaritetin në fuqi që shpëtojnë jetë, ndërsa nuk mungua dhe thirrjet për diagnostikim të hershëm kundër kancerit të gjirit si një mundësi për të shpëtuar jetë. Bota. Europa do të ndalojë gazin rus. Ministrat e energjisë të Bashkimit Evropian i kanë dhënë dritën jeshile me shumicë votash propozimit të Komisionit Evropian për të ndalur gazin rus dhe gazin natyror të lëngshëm LNG. Ndërprerja do të zhvillohet në 3 faza. Duke filluar nga 1 janari 2026, kontratat e reja do të ndalohen, marrëveshjet ekzistuese afatshkurtra do të skadojnë deri më 17 qershor 2026 dhe marrëveshjet afatgjata do të skadojnë deri më 31 dhjetor 2027. Kundër janë vetëm Hungaria dhe Slovakia. Rregullorja e propozuar, shpjegoi Këshilli në një deklaratë, është një element thelbësor i planit për t'i dhënë fund varësisë nga energjia ruse pas përdorimit të furnizimeve si armë nga Rusia. Përfaqësuesi i lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe sigurinë Kaja Kallas deklaroi se nuk është e ishme që presidenti rus Vladimir Putin të mund të udhëtojë në Hungari, një vend antar i Bashkimit Evropian, për të takuar me presidentin amerikan Donald Trump, lidhur me luftën në Ukrainë. Para takimit të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të BE-s në Luksemburg, Kallas u tha gazetarëve se ajo mirëpret përpjekjet e presidentit Trump për të sjellë paqen, por theksoi se është po aq e rëndësishme që presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski të zhvillojë bisedime me Putinin. Duke referuar paralajmërimit të Trump sot takohet së shpejti me Putinin në Budapest, Kaja tha se Washingtoni ka mjaftueshëm fuqi për të shtruar presion ndaj Rusisë që të ulet në tryezën e bisedimeve. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.